A i dini që bebi nuk supozohet të ngrihet në këmbë kur mbush fiks 1 vjeç? Shumë prindër mendojnë se bebi duhet të heci sapo mbush 12 muaj dhe të jetë gati për fotot e ditëlindjes së parë. Por në të vërtetë nuk funksionon kështu. Të paktën ne si profesionistë nuk e mendojmë kështu. Hecja supozohet të ndodh nga mosha 12 muaj deri në moshën 18 muaj. Pra, kjo është një dritare që ne presim që bebi ta mësojë këtë aftësi. Por një bebush i cili është 14 muaj dhe ende nuk është shkëputur, nuk do të thotë se është në vonesë apo ka ndonjë problem. Ne si profesionistë shikojmë shumë gjëra të tjera që bebi arrin të bëjë në këtë moshë. Për shembull, nëse bebushi jonë është 14 muaj dhe ende nuk shkëputet, por ama ai arrin që të ngrihet vetëm duke u tërhequr. Arrin që të heci me mbështetje, pas divanit arrin që të shkëputet në divanin të shkojë te tavolina, sepse prapë duke u mbajtur, arrin që të qëndrojë 2-3 sekonda pa u mbajtur gjykundë. Ky bebush është gjatë rrugës për të shkëputur dhe për të mësuar ecjen e pavarur. Thjesht po ndjek ritmin e tij dhe jo ritmin e fotove për ditëlindjen e parë. Prandaj, ndaj këtë video me dikë që ka bebushin 1 vjeç dhe ende nuk ka filluar që të hecë.